MPB ka hequr përgjegjësi nga vetja për devijimin e rrugës së autobusit nga Shqipëria që ishte nisur për të protestuar në Shkup. Ministri i Drejtësisë me reagim të ashpër ndaj protestës së studentëve, ai tha se nuk do të lejoj minim të gjuhës maqedonase. Organet e drejtësisë mbeten në fokus të polemikave mes pozitës dhe opozitës. Kreu i LSDM-s pretendon se pjesa më e madhe e funksionarëve të VMRO-DPMN-s kanë pasaporta bullgare. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Ministria e Brendshme ka përgënjeshtruar informacionet se kanë devijuar qëllimisht rrugën e të rinjeve nga Shqipëria që ishin nisur të marrin pjesë në protestën e studentëve për gjuhën shqipe. Ata kanë thënë se nuk janë përgjegjës për organizimin e transportit të tyre. Sa i përket të rinjeve që u arrestuan gjatë protestës, policia tha se ata u ndaluan në polici për shkak të prishjes së rendit. Ministria e Punëve të Brendshme distancohet dhe nuk mban përgjegjësi për faktin se dje studentëve shqiptar të nisur nga Tirana ju devijua rruga dhe nuk përfunduan në Shkup për ku ishin nisur për të protestuar, por përfunduan në rrugët e Kumanovës. Nga Ministria e Punëve të Brendshme për televizionin Shenja thonë se ata nuk kanë marrë masa për të penguar ose për të kufizuar lëvizjen e personave që kanë hyrë në Maqedoni. Ata shtojnë se përgjegjësi për këtë duhet të kërkojmë në institucione tjera përgjegjëse, pa treguar se ku konkret duhet të drejtohemi. Ministria e Punëve të Brendshme, respektivisht policia kufitare, ka lejuar hyrjen në Maqedoninë e Veriut. MPB-ja nuk ka ndërmarrë asnjë masë për rikallëzim ose kufizim të lëvizjes së personave dhe autobusit pas hyrjes së tyre në shtetin tonë. Për informacione shtesë lidhur me lëvizjen dhe organizimin e transportit pas hyrjes në shtet, duhet të drejtoheni tek institucione tjera kompetente. Nga Ministria e Punëve të Brendshme kanë dhënë detaje edhe për arrestimin e studentëve pas përleshjes fizike të ndodhur gjatë protestës. Para fillimit të protestës pranë Ministrisë së Drejtësisë, zyrtarët policor nga sektori për punë të brendshme Shkup kanë privuar nga liria 28 vjeçarin me iniciale BG, 27 vjeçarin me iniciale RA dhe 22 vjeçarin me iniciale SD, të gjithë nga Shkupi, për shkak se kanë prishur rendin dhe qetësinë publike duke u përleshur mes vete. Ata po mbahen në një stacion policor dhe pasi rasti të dokumentohet plotësisht, kundër tyre do të ngritet një padi përkatëse. Ndryshe dje në Shkup, mijëra studentë dhe qytetarë nga qytete të ndryshme nga vendi, por edhe nga Tirana e Prishtina, protestuan duke kërkuar respektimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve, po edhe për të kërkuar që provimi i jurisprudencës të jetë në gjuhën shqipe. Ambasadori i Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut, Denion Mejdani, ka reaguar ashpër pas pengesave dhe vonesave me të cilët janë përballur studentët shqiptar nga Tirana gjatë udhëtimit të tyre drejt Shkupit. Studentët kishin udhëtuar për të shprehur solidaritetin e tyre me studentët shqiptar nga Maqedonia që po mbronin Shqipen. Përmes një reagimi zyrtar në rrjetet sociale, ambasadori Mejdani u shpreh se kur studentët ndalohen dhe intimitohen për të shprehur një solidaritet paqësor, çështja pushon së qeni thjesht procedurale. Ajo prek vetë mirëkuptimin demokratik dhe frymën evropiane që synojmë ta ndërtojmë si rajon, ka theksuar Mejdani duke shoqëruar mesazhin me flamujt e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Diplomati shqiptar sqaroi se qëllimi i vizitës të rinjeve nga Tirana nuk ishte përplasja, por mbështetja për një kërkesë elementare e legjitime të drejtën për të testuar dhe për të ushtruar profesionin në gjuhën amtare. Ambasadori dërgoi një porosi të qartë për autoritetet dhe opinionin publik në Maqedoninë e Veriut, duke nënvizuar se kërkesat për dinjitet nuk duhet të shihen si kërcënim. Edhe Bashkimi Demokratik për Integrim ka reaguar ndaj rastit të devijimit të rrugës së autobusit nga Shqipëria që ishte nisur për në protestën e Shkupit. Rina Hajdari nga kjo parti ka kërkuar përgjegjësi nga përfaqësuesit shqiptar në qeveri për pengesat në të cilat hasën të rinjët nga Shqipëria.
Bashkimi Demokratik për Integrim ka kërkuar përgjegjësi nga organet e rendit dhe institucionet, të cilat dje devijuan rrugën e studentëve shqiptar të nisur nga Tirana për të marrë pjesë në protestën studentore. Sipas koordinatores së grupit parlamentar Ina Ajdari, ngjarjet e djeshme treguan fytyrën e vërtetë të këtij pushteti, duke dëshmuar frikë nga studentët, frikë nga pakënaqësia qytetare dhe frikë nga çdo gjë ose zë që nuk mund ta kontrollojë. Përgjegjësinë për këto pengesa drejt studentëve shqiptar, Ajdari e kërkoi nga zëvendës kryeministri Bekim Sali, po edhe nga zëvendës kryeministri Arben Fetai. Për këtë arsye kërkojmë përgjegjësi të drejtë për drejtë nga zëvendës kryeministri par Bekim Sali. Opinioni publik meriton përgjigje të qarta, kush dha urdhër për ndalimin e studentëve dhe mbi çfarë baze ligjore u pengua protesta. Kërkojmë gjithashtu identifikim dhe përgjegjësi për çdo person dhe institucion që ka marrë pjesë në kufizimin e të drejtave kushtetuese të studentëve. Po ashtu kërkojmë përgjegjësi edhe nga zëvendës kryeministri Arben Fetai, i cili tashmë është bërë simbol i mungesës politike dhe i heshtjes në momentet kur qytetarët presin qëndrim dhe përgjegjësi. Ajdari tha se studentët me protestën e djeshme treguan guxim, dinjitet dhe kulturë demokratike. Ajo shtoi se protesta studentore tregoi se demokracia nuk mbrohet në heshtje, por me zë qytetar. Mesazhi ynë për pushtetin është po aq i qartë. Liria e protestës nuk është privilegj që qeveria e jep ose e merr sipas dëshirës. Ajo është e drejtë kushtetuese dhe askush nuk ka të drejtë ta kufizojë ose ta keqpërdorë. Nuk ekziston demokraci funksionale kur studentët ndalohen në kufi, kur protestat pengohen dhe kur pushteti sillet sikur zëri kritik është armik i shtetit. Grupi parlamentar i Frontit Evropian do të ndjekë këtë rast deri në fund në kuvend para opinionit dhe para të gjitha institucioneve kompetente. Kjo nuk është hera e parë që partitë politike shqiptare përplasen në temën e protestave studentore dhe kërkesave të tyre. Edhe ditëve që lan pas, pozita dhe opozita janë përplasur për politizim të protestës dhe mungesë të fuqisë politike për të ofruar zgjidhje studentëve dhe kërkesave të tyre. E Ministri i Drejtësisë Igor Filkov i sheh protestat për provimin e jurisprudencës si fushë për presion politik dhe konfrontim etnik. Në një reagim të ashpër, Filkov ka thënë se provimi i jurisprudencës zbatohet sipas ligjeve dhe standardeve profesionale. Ai madje është zotuar se nuk do të lejojë devalvim të sistemit gjyqësor dhe as minimim të rolit të gjuhës maqedonese si shtyllë e shtetësisë dhe rendit institucional. Kërkesa e studentëve shqiptar që provimi i jurisprudencës të jetë në gjuhën shqipe, veç partive shqiptare ka provokuar dhe ka nxitur reagime edhe të partive politike maqedonase, po edhe institucioneve. Ministri i Drejtësisë Igor Filkov ka deklaruar se kjo kërkesë nuk duhet politizuar, sepse siç thon nga Ministria e Drejtësisë, është çështje që direkt lidhet me sistemin e drejtësisë. Nga drejtësia thon se gjuha maqedonase është zyrtare në të gjithë territorin e Maqedonisë së Veriut dhe themeli i institucioneve të drejtësisë dhe sipas tyre përpjekja për të paraqitur detyrim ligjor për njohjen e gjuhës maqedonase si diskriminim është një manipulim i rrezikshëm i opinionit publik dhe një goditje drejt për drejt ndaj rendit kushtetues. Është e patolerueshme që temat të tilla të ndjeshme që lidhen drejt për drejt me sistemin e drejtësisë të përdoren për tubime dhe pikë politike apo krijim të tensioneve ndëretnike. Provimi i jurisprudencës kryhet në përputhje me ligjet në fuqi dhe standardet profesionale dhe jo në bazë të politikave ditore dhe agjendave dhe presioneve nga rruga. E drejta për protestë është e drejtë demokratike, por askush nuk ka të drejtë përmes rrugëve dhe protestave të dhunshme të kërkojnë shembjen e kritereve dhe standardeve profesionale. Për këtë ka reaguar edhe deputeti i VMRO DPMN-s Bojan Stojanovski, i cili ka deklaruar se qeveria është duke kërkuar zgjidhje të qëndrueshme ligjore sa i përket provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Ai tha se pritet hartimi një ligji që do të jetë në përputhje me Kushtetutën dhe Komisionin e Venecias. Sramote što duji po 20 godina. Është turp që BDI pas 20 vitesh dhe 8 ministra të drejtësisë nuk e ka zgjidhur këtë problem dhe nuk ka asgjë tjetër për të ofruar qytetarëve përveç këtij nacionalizmi. Së bashku me partnerët tanë të koalicionit, dje gjithë publiku në Republikën e Maqedonisë mundi të shihte se u mbajt një takim për të kërkuar një zgjidhje të qëndrueshme kushtetuese. Çfarë do të thotë një zgjidhje kushtetuese qëndrueshme? Të hartojmë një ligj që do t'i rezistojë provës së kohës, në mënyrë që të mos luajë me emocionet dhe nevojat e qytetarëve.
Ndryshe, djekrerët e koalicionit vlen patën takim me kryeministrin Mickovski duke paralajmëruar zgjidhje të shpejtë për problematikën me provimin e jurisprudencës, problem që sipas vlen dhe qeverisë, BDI-ja nuk e zgjodhi për 20 vite. Në emisionin debat në shenja, përfaqësues të BDI-s dhe Vlenit shkëmbyen akuza lidhur me çështjen e jurisprudencës në gjuhën shqipe dhe zbatimin e ligjit për gjuhët. Abdul Selam Selami nga BDI akuzoi ministrin e drejtësisë Filkov se po interpreton ligjin për gjuhët në mënyrë nacionaliste, ndërsa Afan Elezi nga Vlen deklaroi se po punohet seriozisht për zgjidhjen e problemit të provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe dhe se një zgjidhje konkrete mund të arrihet brenda 2 muajve. Kërkesat e studentëve shqiptar të ngritura përmes protestave kanë ndezur përplasje të reja në skenën politike. Debati u zhvendos mbrëm edhe në studion e emisionit Debat në shenja, ku përfaqësues të BDI-s dhe Vlenit u përballën me akuzat të drejtpërdrejta për mungesë force politike. Abdul Selam Selami nga BDI-ja, duke folur për jurisprudencën në gjuhën shqipe, po edhe implementimin e ligjit të gjuhëve, që ishte një nga kërkesat e studentëve, akuzoi ministrin e drejtësisë Filkov se po e interpreton ligjin për gjuhët me qasje nacionaliste. Qasja e gabuar është vetë del menjëherë nga ministri i drejtësisë. Pse? A dhe me thonë, si pas qefit vetë, ai e interpreton ligjin. Me thonë, këtë që e thash neni 23 nga ligji i gjuhëve është i qartë, thot harmonizim. Me thonë, keni harmonizim të ligj, ai kapet edhe e thot se kjo është provim special dhe në profesional dhe në këto provime nuk do me thënë nuk ka qasje ligji. Pa atëherë i parashtrim pyetje ministrit të drejtësisë Filkov, pse ligji për lejet përvozitje është njëjtë ligj profesional, pse aty jepet me digju? Me thënë, ai bën interpretim si don vet. Shifet qasja e gabuar e atij se ka qasje nacionaliste. Ndërkaq, përfaqësuesi i Vlenit, Afan Elezi, nga njëjta studio deklaroi se po punohet për zgjidhjen e çështjes së provimit të jurisprudencës, e cila mund të marrë kohë për një periudhë brenda 2 muajsh. Punohet në këtë drejtim për të zgjidhur kjo çështje, meqense qytetarët duhet ta kenë parasysh se prej kur ekziston Maqedonia si shtet, provimi i jurisprudencës asnjëherë nuk është dhënë në gjuhën shqipe. BDI e ka pasur për shembull mundësinë që për 24 vite qeverisje ta zgjidhë këtë çështje, ka pasur ministra shqiptar të cilët kanë mundur ta zgjidhin këtë çështje, mirëpo nuk është zgjidhur. Me vetë faktin se ne flasim për një temë të tillë, kjo nënkupton se nuk është zgjidhur në të kaluarën dhe normalisht që ne i jemi qasur seriozisht kësaj çështje, ku edhe takimi i sotëm e tregon seriozitetin, do me thënë tashmë po punohet në këtë drejtim, besoj se mund të jetë ajo periudha kohore të cilën ne e themi në vazhdimsi për shumë shpejt çështje 2 muajsh për shembull, derisa të vjen deri te zgjidhja konkrete. Elezi tha se në të kaluarën studentët nuk mund të organizonin protesta për shkak të pengesës nga politika, ndërsa sot ata lirshëm mund të dalin dhe ta shprehin mendimin e tyre. Kanë vazhduar reagimet e partive politike në lidhje me ndërprerjen e hetimeve për rastin Mazut. Nga VMRO DPMN kanë thënë se nuk ka pasur dëshmi të mjaftueshme që rasti të vazhdohet nga gjykata. Ndërkohë, nga BDI kanë akuzuar partinë në pushtet VMRO DPMN për ndikim politik ndaj organeve të drejtësisë dhe ndërhyrje në procese gjyqësore. Pas disa ditëve rresht që deputeti VMRO DPMN-s Antonio Miloshovski drejtoi një sër akuzash ndaj prokurorëve Kollarević dhe Abazi, se sipas tij, për shkak të interesave familjare dhe personale, kanë amnistuar të dyshuarit të afërt me LSDM dhe BDI-n në rastin Mazut, me vlerë prej 167 milion eurosh. Sot, të njëjtat akuza, por me fjalë të ndryshme, ka drejtuar edhe deputeti tjetër i VMRO-s Mile Lëvkov. Sipas tij, raportet e Tentit Shtetror për Revizion dhe dëshmitë e MPB-s nuk kanë qenë të mjaftueshme që rastet të përfundojnë në gjykat. Ai deklaroi se prokuroria Kollarević ka lidhje familjare me kuadrët të zgjedhura nga LSDM-ja, ndërsa për prokurorin Abazi tha se ka lidhje të afërta me Ali Ahmetin dhe funksionar të BDI-s. Sipas tij, koalicioni mes 2 prokurorëve ka shpëtuar koalicionin politik LSDM-BDI. Ova koalicija na Kollarević i Abazi
Një nga skandalet më serioze dhe më të mëdha energjetike në historinë e Maqedonisë nuk përfundoi në sallën e gjyqit, por u mbyll që në prokurori. A ka motive financiare për shkak të cilave Kullarević dhe Abazi heshtin dhe a është kjo arsyeja se pse e ndalën procedurën? Pse LSDM-ja nuk e dënoi këtë rast dhe nuk e ftoi Vasko Kovacevskin të kthehet në Maqedoni? Pse Këshilli i Prokurorëve Publik hesht dhe nuk heton nëse janë respektuar të gjitha procedurat në këtë rast më të madh financiar në sektorin e energjetikës? Ndërka që në lidhje me këtë çështje, sot kanë reaguar edhe nga Bashkimi Demokratik për Integrim, të cilët ato reagime i cilësojnë si terror brutal dhe të papranueshëm ndaj drejtësisë. Në reagimin e partisë, thuhet se fushat e përditshme me kërcënime dhe presione ndaj organit të akuzës e udhëhequr sipas tyre nga Antonio Miloshovski është skandaloze dhe e ngjashme me praktikat e Koresë së Veriut. Në vend që të tregojmë guxim, të vendosen mbi situatën dhe të pranojnë vendimet juridike, ata luajnë rolin e temu prokurorëve, ndonëse nuk e kanë lexuar as raportin e entit shtetëror të revizionit e as vendimin e prokurorisë. Enti shtetëror i revizionit nuk ka asnjë ekspertizë për vlerësim teknik, por VMRO-ja vazhdimisht e mashtron opinionin publik. Përkundrazi, prokuroria ka siguruar ekspertiza të posaçme si për cilësinë, ashtu edhe për dëmin. Nga BDI akuzoi Miloshovskin për retorik antishqiptare dhe ndërhyrje në procese gjyqësore, duke theksuar se ai nuk ka kredibilitet moral, politik dhe juridik për të folur për drejtësi. Sipas partisë, ai ka shpëtuar nga përgjegjësia fal ndryshimeve në kodin penal. BDI njofton se për këtë, siç e quan presion politik të paprecedent ndaj drejtësisë, tashmë janë informuar opinioni vendor dhe ndërkombëtar, ambasadat dhe organizatat e relevante. Kreu i opozitës maqedonese ka akuzuar se pjesa më e madhe e funksionarëve të VMRO-DPMN-s kanë pasaport bullgare, duke reaguar ndaj mospranimit të propozimit të tyre që funksionarët shtetëror të kenë vetëm shtetësi maqedonese. Filipçe tha se janë pikërisht funksionarët që kanë pasaport bullgare, ata të cilët me vite kanë shpërndar frikë të qytetarët se me futjen e bullgarave në kushtetut rrezikohet identiteti maqedonas. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe reagon pasi një ditë më parë nuk kaloi propozim ligji i tyre që zyrtarët qeveritar të kenë vetëm një shtetësi. Filipçe u shpreh se qytetarët morën një tjetër konfirmim publik dhe shumë të qartë nga VMRO se qeveria është plot me njerëz me pasaporta bullgare. Refuzuan ta pranojnë propozim ligjin e Lidhjes Social-Demokrate, me të cilin kryeministri, zëvendës kryeministrat, ministrat dhe anëtarët e qeverisë nuk do të mund ta kenë dy shtetësi. Parashtrohet pyetja pse e bën këtë, sepse gjysma e qeverisë duhej më njëherë të largohej, e gjithë qeveria mundej të mbetet pa njerëz, të cilët në xhepa kanë pasaporta bullgare, kurse bullgar në kushtetut kjo nuk mundet. Mëteja ju shpreh se VMRO me vite ka shpërndar histeri, frikë dhe i ka ngënjur qytetarët se është rrezikuar identiteti kombëtar, pikërisht nga këto njerëz që, siç thot, kanë pasaporta bullgare. Zëvendës kryeministra, ministra, deputet, kryetar komunësh, drejtor, i gjithë rrjeti funksionarëve të VMRO-s, grupi kriminal i organizuar me pasaporta bullgar me vite kanë shitur patriotizëm të rrejshëm, derisa e mbajnë maqeninë e Veriut në izolim dhe qëllimisht kërkojnë konflikte me fqinjet, e kanë siguruar të armën europiane vetëm për vete. Filipçe bën apel që pakicat të përfshihen në kushtetut sa më shpejt jetë mundur. Mëtej thot se reforma duhet të ketë tani. Propozim ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për qeverinë me procedurë të shkurtuar, me të cilin parashihej që anëtarët e qeverisë të kenë ekskluzivisht vetëm shtetësi të Maqedonisë së Veriut. Në seancën e së hënës në Kuvend nuk u mbështet nga deputetët e shumicës parlamentare. Presidentja slovene Nataša Musar njoftoi se samiti i procesit Brdo-Brioni do të mbahet në Maqedoninë e Veriut në tetor. Duke folur për samitin që duhej të mbahej në ishujt Brioni, por u anulua për shkak të mosmarrveshjeve midis Serbisë dhe Kroacisë, ajo tha se është e rëndësishme për të gjithë që samiti të vazhdojë. Pra kjo është e vërtet e rëndësishme, edhe Kosova dhe Serbia janë këtu. Edhe një herë falenderoj vërtet presidenten e Maqedonisë së Veriut që do të organizojë këtë proces, ka shtuar Musar.
Procesi Brdo Brioni është një iniciativë rajonale e nisur nga Slovenia dhe Kroacia në vitin 2013, ndërsa pjesa e tij janë edhe vendet e Ballkanit Perëndimor. Iniciativa u quajt Procesi Brdo Brioni sipas dy lokacioneve Brdo afër Kranjit në Sloveni dhe ishujt Brioni në Kroaci, të cilët janë simbol i pajtimit dhe diplomacisë. Pas Zvicrës dhe Kroacia do të lëshoj viza afatgjate për shoferët profesionist, zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit Aleksandar Nikolovski tha se ky është një hap përpara në zgjidhjen e problemit që lindi me vendosjen e sistemit EES në zonën Schengen. Zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit Aleksandar Nikolovski ka njoftuar se në Kroaci është miratuar një ligj me të cilën shoferët profesionist do të mund të marrin viza afatgjata. Nikolovski ka theksuar se kjo është realizim i marrëveshjes që e kishin bërë me zëvendës kryeministrin dhe ministrin Oleg Butković në janar të këtij viti. Zvicra tashmë lëshon viza afatgjata, presim që edhe shtetet të tjera të bashkohen. Vazhdojmë me zgjidhje konstruktive për shoferët tanë profesionist, ka deklaruar Nikolovski. Ky është një hap përpara në zgjidhjen e problemit që lindi me vendosjen e sistemit EES në zonën Schengen. Ky ligj do të ndihmojë shumë shoferëve profesionist maqedonas. Për shoferët kjo nënkupton qëndrim dhe tranzit më i lehtë nëpër Kroaci dhe BE, shmangje e procedurave të shpeshta për rinovimin e dokumenteve dhe transport më i shpejt dhe planifikim më i lehtë i rrugëve ndërkombëtare. Përveç Kroacisë dhe Zvicrës, që tashmë praktikon lëshimin e vizave afatgjata, Ministria e Transportit pret që edhe shtetet të tjera evropiane së shpejti t'i bashkojnë kësaj nisme, me qëllim sigurimin e zgjidhjeve konstruktive për sektorin e transportit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Kosova ka nisur hapat e parë për krijimin e gjandarmërisë, një strukturë e re sigurie që pritet të funksionojë në varësi të Ministrisë së Brendshme. Ministri në detyrë Xhelal Sveçlia njoftoi se ka firmosur ngritjen e grupit punues që do të analizojë mënyrën e organizimit dhe funksionimit të këtij institucioni. Sipas tij, gjandarmëria do të ketë rol kyç në forcimin e sigurisë dhe mbrojtjen e territorit të Kosovës. Sveçlia deklaroi se struktura e re do të garantojë prezencë më të fortë shtetërore në kufi dhe në zonat me rëndësi strategjike. Ai theksoi se gjandarmëria do të angazhohet edhe në luftën kundër terrorizmit, menaxhimit të situatave me rrezikshmëri të lartë dhe mbrojtjen e infrastrukturës kritike. Sipas ministrit, krijimi i këtij mekanizmi synon të rrisë kapacitetet e shtetit për parandalimin dhe neutralizimin e kërcënimeve ndaj sigurisë publike. Gjandarmëria njihet si një forcë sigurie me karakter ushtarak që kryen edhe detyra policore. Ish presidenti i Malit të Zi, Milo Đukanović, ka treguar për një skenar të tmerrshëm të Serbisë kundër Kosovës. Ai ka bërë me dije se qëllimi i këtij skenari ishte destabilizimi i Kosovës dhe komprometoni i KFOR-it. Në një intervistë për një televizion, Đukanović ka thënë se për këtë qëllim serbët kishin përgatitur 27 vajza. Sipas tij, afera SÇ kishte për qëllim destabilizimin të Malit të Zi dhe komprometimin e Kosovës në prag të proceseve të rëndësishme politike në rajon. Synimi ishte komprometimi i KFOR-it në Kosovë dhe komandës së tij ushtarake. Për këtë qëllim po përgatiteshin 27 vajza që do t'u afroheshin zyrtareve të lartë ushtarak të KFOR-it. Mes tyre ishte edhe SÇ, ka deklaruar ai. Ai ka bërë me dije se autoritetet malazeze kishin mësuar se vajzat po trajnoheshin në ambientet e stadiumit të klubit Obilić në Beograd. Fatmirësisht, KFOR-i dhe UNMIK arritën në kohë të merrnin informacionet dhe ta parandalonin atë aktivitet, është shprehur ai. Presidenti Amerikan Donald Trump tha se ka pezulluar një sulm të planifikuar ajror ndaj Iranit për të lejuar zhvillimin e negociatave për t'i dhënë fund konfliktit në linjën e mesme pasi Teherani dorëzoi një propozim të ri për paqe përmes Pakistanit që ka rolin e ndërmjetësuesit.
Trump shkroi në rrjetet sociale mbrëmjen e 18 majit se i ka thënë ushtrisë që ne nuk do të realizojmë sulmin e planifikuar për nesër ndaj Iranit, por kam dhënë instruksione të reja që të përgatiten për një sulm të plot në shkallë të gjerë ndaj Iranit në çdo moment në rast se nuk arrihet një marrëveshje pranueshme. I përballur me presion për të rihapur ngushticën e Hormuzit dhe për të reduktuar ndikimin ekonomik të luftës, Trump tha se udhëheqësit e Katarit, Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe i kanë bërë thirrje atij që të ndërpresin sulmin sepse një marrëveshje do të arrihet. Propozimi i Iranit raportohet se vë si prioritet për përfundimin e konfliktit që nisi në fund të shkurtit rihapjen e ngushticës së Hormuzit, përmes së cilës para luftës kalonte rreth 1/5 e furnizimeve globale me naftë dhe gaz dhe lehtësimin e sanksioneve, teksa po ashtu shtyn zgjidhjen e mospajtimeve lidhur me programin bërthamor të Teheranit. Tre persona u vranë në një të shtënë me armë zjarri në qendrën islamike të San Diegos në Kaliforni, në atë që autoritetet e quajnë krim urrejtje, raporton Guardian. Dy të dyshuar të moshës 17 dhe 18 vjeç u gjetën gjithashtu të vdekur nga plagët të dukshme të shkaktuara nga armë zjarri, thanë zyrtarët. Sipas FBI-s, besohet se të dyshuarit për të shtëna kanë vdekur nga plagët e shkaktuara vetë nga armë zjarri. Policia tha se po kërkonte informacion nga publiku, ndërsa heton të shtënat, byroja ka ngritur një linjë telefonike për informacion. Sulmi ndolli pak para lutjeve të mesditës në xhamin më të madhe të zonës. Policia tha se një roje sigurie veproi heroikisht dhe ndihmoi në shpëtimin e jetëve. Asnjë fëmijë në shkollën e qendrës nuk u plagos. Liderët lokal dhe kombëtar dënuan sulmin duke theksuar se urrejtja dhe islamofobia nuk kanë vend në SBA. Autoritetet në qytetet të tjera përfshirë Los Angeles dhe New York shtuan masat e sigurisë pranë xhamive dhe vendeve të adhurimit. Të paktën 131 vdekje janë raportuar në përhapjen e një virusi Ebola në Republikën Demokratike të Kongos, me më shumë se 513 raste të dyshuara. Një zëdhënës i qeverisë tha se raste tani po raportohen në një zonë më të gjerë, ka gjithashtu 2 raste të konfirmuara dhe një vdekje në Ugandë. Organizata botërore e shëndetësisë ka shpallur shpërthimin e llojit aktual të Ebolës, i cili shkaktohet nga virusi Bundibugyo, një emergjencë ndërkombëtare, ndërsa kjo përhapje vdekjeprurës e Ebolës vazhdon. Qeveria kongoleze është përpjekur të sigurojë njerëz se ekipet e saj të reagimit po punojnë shumë për të gjurmuar dhe hetuar infeksionet e dyshuara dhe se nuk ka nevojë për panik. Megjithatë, me rastet e identifikuara tani në zona të reja, shqetësimi po rritet në mënyrë të pashmangshme. Ky ishte lajmi i fundit për këtë edicion. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.